Ndodhemi në rrugën Det Gjon Luli, ku muaj më parë u vendos një tabelë e cila sinjalizonte rehabilitimin e kësaj rruge. Muajt kanë kaluar, tabela sheshur nga kjo lagje dhe rruga mbetet në gjendje fillestare. Bëhet fjalë për një segment rrugor i cili lidh zonën e Kuzum-Babas në lagjen Najrut Çakori. Pranë tabelës emërtuese të rrugës, më parë ishte vendosur një tabelë që sinjalizonte nisjen e punimeve, e cila tashmë është hequr. Madje prej këtej janë larguar edhe mjetet e tonazhit të rënd, por edhe punonësit të cilët punonin në këtë segment rrugor. Ndërkohë që në segmentin rrugor, shenjat nga projekti janë ende të qarta. Firma e cila fitoi tenderin për realizimin e projektit nisi për rreth 2 muaj punimet. U punuan kryesisht në rehabilitimin e traseve të rrugës, por edhe krijimin e vendit se ku do të ishin trotuarët. Por pas një muaji punimet u pezulluan. Në zonë janë ende bordurat që do të vendoseshin tek kufizimet e trotuarve, të cilat edhe ato janë thyer. Përgjatë segmentit rrugor, jetojnë me 10 familje për të cilat kjo rrugë është tepër e rëndësishme dhe domosdoshme. Segmenti në fjalë prej vitesh ka qenë në këtë gjendje, mes amortizimit dhe baltës, ndërkohë që nuk ka asnjë informacion se përse projekti është anuluar dhe kur punimet duhet të nisin sërish. Përgjatë ditëve me shi, situata rëndohet edhe më tepër pasi vendi në amortizimit e zë balta dhe pellgjet me ujë, ndërkohë që në mbrëmje, për shkak të pezullimit të punimeve, nuk ka as ndriçim. Theksojmë këtu edhe faktin se nuk ka asnjë informacion se çfarë është bërë me fondin miliona lekësh të akorduar për këtë projekt nga Bashkia e Vlorës.